إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falendrojmë Allahun e mëdhërueshëm, atij bëjmë lavd, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje dhe së tek Allahu nga të këqijat e shpirtit tonë dhe nga veprimet e këqija në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpijë në humbje, dhe atë që Allahu me drejtësi dhe në humbje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një vetëm parival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër të nderuar, sonte do të merrem me hadithin e dytë që ka shënuar Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi në librin e tij Umdat al-Ahkam. Është këtë hadith e transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Wa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qal, nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thot, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka thonë i dërguari i Allahut, paqja, bekimi dhe shpëtimi i tij qoftë mbi të, familjen e tij. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Allahu nuk ja pranon namazin asnjërit prej jush kur ai e bën pastërtin e vogël derisa të merr abdest. Kemi disa çështje në lidhje me këtë hadith. E para, në lidhje me transmetuesin, treguesin e këtij hadithi, është sahabiu i nderuar Abu Huraira. Shqipi vjen babai i masës, dhe kështu është e kanë quajtur, nga se ky sahabi e ka pas një masë të vogël që ka lozë me të, edhe është bërë i njohur me këtë lagap, pra me Abu Huraira. Emri i tij ka ndonë emra të ndryshëm historianët, po më i njohuri dhe më shumë që anojnë nga i sakti është Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, dhe është prej sahabive që mas shumti ka transmetuar hadithen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse nuk është shoqëruar shumë vite me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht 3 vite është shoqëruar me Rasulullahin alaihi salatu wasallam. Pra në vitin e 7 Hijri e ka pranuar Islamin. Pra mosha e tij atëherë ka qenë 30 sa vite. Dhe ishte i varfër dhe ka qenë prej atyre sahabive të varfër që kanë qëndruar në xhami. Në fund të xhamisë aty kanë fjetur sahabit që nuk kanë pas vend shtëpi të vetë, se ky ka ardhur nga Yemeni. Pra ahlu suffa. Edhe është interesant që sufit
kur dojnë me argumentu atë drejtimin e tyre devijant, lejthitës, thonë se origjina e tyre është ehlu suffe. Të ehlu suffe, qëta dëvarfërit për sahabive që kanë najtë, kanë bujt, kanë flajt në xhamin e Resulullah. Po shikoni manipulimin e sufive. Nëse shikojmë me dhejbin e tyre, drejtimin e tyre, është një drejtim që ka në të filozofinat hindusve, besimet hindusve, budistave, jahudive, nasarave, më thonë, i kanë bërë mishmash në me dhejbin e tyre, sufi. Dhe për me argumentu se këta janë, do më thonë, qështë në kohën e pejgamberit, kthehen te ehlu suffe. Çka është ajo dallueshmëria që e specifikon dhe dallon drejtimin e sufive prej grupacioneve tjera në islam, pra metoda fetare e formimit të fetarizmit të sekteve në islam dhe të grupit të shpëtuar, është se në suneti e marrin fejen në Kur'an, në sunet edhe çështë kanë kuptuar sahabët. Edhe me këtë metodologji e formojnë fetarizmin e tyre dhe rrugtojnë. Kjo është në suneti. Kelamistët e marrin logjikën, Kur'anin dhe sunetin. Po Kur'ani dhe suneti nëse bien në kundërshtim me logjikën e tyre e interpretojnë. Nuk e mohojnë, po e interpretojnë për mjë përshtat me interpretime devijante që mjë përshtat logjikës tëne që bie dhe më thonë si pas tëne logjike drejt. Edhe kur t'i këshush ata që ndarmë grupe mu'tazilije, maturidije dhe shari, pra se cili e pretendon se logjika e tëre është e drejt. Dhe aty hasin interpretime si pas drejtimeve të tëre. Dhe i kemi sufit, të cilët e kanë rruga e tyre e fetarizmit është në bazë të andrave dhe këshfit, zbulesës, kur ata hinat ziqrin, e bin në ekstazë dhe ju shfaqet ai realiteti që ata e pretendojnë. Tashti, do me thonë të këshyrim, Ebu Hurajra ka qenë prej ehlu suffe. Sa përshtasen ata me Ebu Hurajra? Sufit. Abu Hurajra ka transmetuar më shumë ti hadithe prej sahabive që janë të regjistruara në koleksionet e haditheve. Dhe ka shkuar dhe ka ndjek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam hap pas hapi. Dhe nuk është marrë me ëndra. Por e kanë pyet, ka tregu, kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sofi, çka thonë? Kështu kum pa në ëndër. O dalë shehi jem, ka thonë se unë jem xhenet, edhe kush më pason mund ka me hinë xhenet, me ëndra, e kanë fejen. Ama Ebu Hurajra se ka pas me ëndra fejen. As sahabi tjerë. Pra këtu e kuptojmë atë devijimin që është sufizmi dhe se nuk kanë të bëjnë fare me ehlu suffe. Ato e në pretendime, manipulime, vetëm për të mashtruar masën, për të dhënë atë devijimin e tyre, me dhebor në maskën e ehlu suffe. Pra, Ebu Hurajra e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam këto 3 vitet e fundit të jetës së tij, e 3 vitet e para të islamit të Ebu Hurajrës, pra kanë qenë në shoqëri me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i ka dhënë ushqim. Edhe ka po zëllshmërinë e tij për me mësu për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Saqë edhe ka bo dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Allah me i dhon dije dhe më rujt dijen në gjoksin e tij. Pra më forcu memorizimi i Ebu Hurajrës. Edhe Zotën është dalluar për nga memorizimi nga sahabit tjerë. Pra disa sahabi nuk kanë qenë gjithë sahabit njohur memorizim. Pra dikush me fik, dikush me komentim të Kuranit, e kështu me radhë. Ebu Hurajra ka qenë shumë
i zgjut në memorizim. Kjo nga lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të vdekja e këtij sahabiu më e njohur është viti 57 Hijri. Si vit i njohur. Disa thonë 58, disa japin edhe vitin 59, por më i njohur është viti 57 sipas Hijretit. Armiqët e Islamit, armiqët e Sunnetit e sulmojnë këtë sahabi. Edhe bin dyshime për me e njollos personalitetin e ndritshëm të këtij sahabiu. Prandaj kujdes nga ata që vinë me dyshime. Nuk mund do një person që e dën Kur'anin, e dën Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e dën rrugën e drejtë, e të hudhë shëgjeta të helmuara mbi këtë personalitet të ndritur të botës muslimane. Mbi sahabiun e nderuar Ebu Hurajra. Pra sot në të madhe të nëmbetojnë edhe gjujmë pse, nga se shumica e haditheve kanë ardhur, mas shumë të hadithe kanë ardhur për këtij sahabiu, 5000 kusur hadithe. Pra kanë transmetuar imamët më të mëdhej të ummetit prej këtij sahabiu. Nuk gjon prej sahabive që kanë folë kundër Ebu Hurajrës. Nuk gjen prej tabeinëve që kanë folë kundër Ebu Hurajrës. As imam për imamëve të ehli sunnetit që kanë folë kundër Ebu Hurajrës. Vetëm njerëzit e devijuar me zemra të smuta, hipokrite, të lejfitura, flasin kundër Ebu Hurajrës. Prandaj, ky sahabi ka qenë i nderuar, i respektuar dhe do të mbetet i respektuar deri në ditën e gjykimit, ditën e kiametit. Nga se shumë dispozita fetare, besimore, e fikhore, edhe në tematika tjera fetare, pasërohet ky din nga ajo që ky sahabi ka transmetuar nga Resulullah alayhi sallam. Pra neve thamë se sahabitin këty për me pyet se çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhur me ta. Se disa sahabi kanë qenë të preokupuar me shtetin që kanë qenë duke udhëhequr shtetin, disa në tregti, disa në menaxhime të ndryshme. Ky është përkushtuar dijes. Çështja tjetër është sqarimi i këtij hadithi, ku fjala e parë la yakbalu, pra nuk e pranon. Pra këtu kemi mohim. Dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mohimi është dy lloje. Lloji i parë që ngërtën në vete mos saktësi. Pra kur thuhet nuk pranohet, është për qëllim nuk pranohet vepra fare, s'është e saktë. Pra ajo vepër është e refuzuar. Siç është rasti në këtë hadith. Pra nuk pranohet namazi pa abdes. Tjetër lloj i mohimit, i dyti që është nuk është për qëllim mohimi i saktësisë së veprës, por i vlerave që ngërthen në vepra në vetvete, i sevapëve, i të mirave që ngërthen në vetvete, por jo që mohohet vepra si vepër. Shembull, me lidhje me llojin e dytë të mohimit, kemi hadithin men ata arrafan fasalahu lan tuqbala lahu salatun 40 sabahan. Ku shkon te ai që pretendon që din të ardhmen, ilmul ghaibi, të fshehtën, që janë falltorët e ata që bisedojnë me xhenet e kështu me radhë. Edhe e pyet ato, shkon për me vetë.
ati nuk i pranohet namazi 40 ditë. Nuk ka për qëllim këtu që ai tash nuk duhet mu falë. Jo, ai nëse falet, si namaz e ka. Dhe nuk thuhet që ai nuk i pranohet namazi mas. Po ai nuk ka, dhe më thonë, sevape për ati namazi. As të një hiç, vetëm sa ka kryer obligimin para Allahut azza wa jall. Se njerëzit e marrën e sevapeve të namazit ka dallueshmëri, dikush merr më tepër, dikush më pak. Po ata që e bojnë këtë veprim, që shkojnë te këta njerëz që pretendojnë njohjen e të fshehtës, botës së sekreteve, këtyre si namaz i mirë që ka kryer obligimin, por nuk kanë asnjë shpërblim çfarë njeriu mund të fitoj brenda kryerjes së namazit. Fjala tjetër në hadith që ka ardhur salatu ahadikum, pra namazin e ndonjërit për juve, përfshin gjitha namazet. Me 5 kohët obligative, me sunetet e këtyre 5 kohëve obligative, me namazet tjera vullnetare, namazin e xhenazës e kështu me radhë. Çdo namaz që është emërtuar me status të namazit, pra përfshihet në këtë hadith. Pra nuk është për qëllim vetëm farzë, por gjitha namazet, qofshin ato obligative ose jo obligative. Idha ahdatha, pra kur nocioni el-hadathu ngërthet shumë kuptime në tekstet e shpalljes. Në këtë hadith ka ardhur për qëllim papastërtia e vogël. Se ne kur kemi përmend në ligjratën e mëparshme të ndarja e papastërtisë, kemi thënë papastërtia është ajo e vogla dhe e madhe. Të vogla që obligohet abdestit, të madhe që obligohet gusli. E këtu, në këtë hadith, që jemi duke shëruar, është për qëllim papastërtia e vogël e cila e obligon marrjen e abdestit, për të qenë legjitim namazi, ose adhurime tjera që kërkohet sikush saktësimi për atë adhurim të qenë rrit me abdest. Pra, el-hadathu, si që thamë, ka kuptime të ndryshme në tekstet e shpalljes. Pra, ngërthen kuptime të shumta, atë që vepron të ndaluar, haram. Atë që vepron kufri, përmendet me term hadath. Edhe po ashtu veprimi i bidatit është përmend me termin el-hadath, siç është për shembull hadithi i njohur prej Aishës radhiyallahu ta'ala anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kush shpik, kush bën hadath shpik, tu ka me qëllim tërësis, bidatit. Kush shpik në çështjen tonë, në fenë tonë, çka nuk është prej saj. Çka nuk është prej saj, ajo është e refuzuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dërsa te hadithi që jemi duke e sqaruar, idha ahdatha, që ka ardhur, pra kur ai bëhet i papastër dhe papastërti të vogël, për synim që është në hadith, pra nuk është për qëllim bidat, sikur në hadithin e Aishës, por është për qëllim papastërtia e vogël. Në këtë hadith është për qëllim pra me termin hadath, siç e tham, jashtëqitja, pra nevoja madhe dhe nevoja vogël,
dhe çdo gjë që e prish abdestin, apo që e obligon marrjen e abdestit kur njeriu synon namazin apo ndonjë adhurim tjetër. Kur njeriu është me abdest, është dhe mesele tjetër. Ky hadith pra na bën të qartë se me një abdest mundemi me fal disa namaze, nëse nuk prishet abdesti. Nëse je ke marrë abdest në namazin e drekës, edhe e mban, nuk e prishet abdest, mundesh me fal edhe ikindin. Se ki prish, vjen akşami, mundesh me fal edhe akşamin. Se ki prish abdestin, je edhe me abdest, vjen yatsia, fal edhe yatsin. Për dallim prej disa dietarëve, të cilët kanë thonë se për çdo namaz duhet të marr abdest. Ata kanë shkuar në mënyrë të tekstuale në hadithin në ajetin e abdestit të surës Maida ajeti 6, pra kush dëshiron të fal namaz, i lan duart deri në bryla, fytyrën e kështu me radhë, që ka ardhur ajeti kuranor. Pra, kanë thonë se për çdo namaz duhet me marrë abdest. Por se ky hadith e sqaron ajetin, se nuk është për qëllim me marrë abdest kur ki abdest. Është mirë me marrë abdest, një abdest, s'është kur gjo. Por nëse dikush thot kam abdest, po du me marrë, s'po marrë, masim lejohet. Pra, ky hadith tregon se lejohet me një abdest me fal shumë namaze, përderisa abdesti nuk prishet. Edhe njeriu është në gjendjen e pastër me abdest. Nga se në hadith ka Allah nuk e pranon namazin e çdo njerit për juve kur ai ka bërë është në gjendjen e papastërtisë të vogël derisa të merret. Pra nuk ka thonë që duhet me marrë abdest gjithësysh, edhe nëse ka abdest, vjen namazi tjetër. Pra për qëllim, abdesti është legjitim, nëse të nxan edhe namazi tjetër, edhe tjetër e për ti nuk e ke prish pra atë abdest. Tjetër çështje që kemi në këtë hadith është dobia besimore që ndërthen ky hadith. Pra përderisa ka të bëj me tematikën e fikut, këtu kemi edhe meselen dobin besimore që e nxjerrin për këtij hadithi, që lidhet me çështjen e besimit. Pra fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu nuk e pranon. Pra, Allahu pranon edhe nuk pranon. Çka argumenton kjo? Pohohet veprimet përzgjedhëse për Allahun. Se Allahu vepron çfarë ai të dëshirë. Pra, vazhdojnë të veprimet e falë ikhtiarije, veprimet përzgjedhëse të Allahut azza wa jalla. Çka ardha ajeti kuranor? Fa'alun lima yurid. Pra ai vepron çfarë ai dëshiron. E grupet e humbura e mohojnë veprimet e Allahut azza wa jalla. Pasi që ka ardhur hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu zbret në 1/3 e kësaj natë në qiellin e kësaj dynjaje. Allahu vepron çfarë ai dëshiron. Pra, edhe fjala e pejgamberit, Allahu nuk ja pranon, pra këtu tregon veprimin e Allahut azza wa jalla. Kjo hyn për temave që kanë të bëjnë me besimin e saktë të drejtë në Allahun e Madhëshëm. Dobi fikhore, kushtëzimin me pastrim për secilin që dëshiron namazin e është i papastër. Pra nuk ka namaz
pa abdest. Dhe këtu tani në linjë një mesele, se mund të ndodhë që njeriu të falë namazin edhe haron që është pa abdest, edhe falet pa abdest. Ose nga ignoranca nuk e ka ditë edhe falë namazin pa abdest. Namazi, i thara këtu, namazi ti nuk pranohet. I të dy këtyre gjendjeve, qoftë me harres apo me ignorancë. Namazi nuk pranohet. Ai duhet të mësohet dhe ta përsërisë namazin. Merr abdest dhe ta përsërisë namazin. Pra ai që ka harru i kujtohet uve pas na falë drekën pa abdest, ku më kujtu, po, ka harru, se i ka ndodhur prishja e abdestit, ai duhet me marrë abdest dhe me falë drekën. Ignoranti, si ta merr vesh që e ka bo nga padia, gjahil, ignorant, mësohet, merr abdest dhe e falë namazin që ka falë pa abdest. Ama këtu, du ta keni të qartë se këta dy kategori njerëzish nuk kanë mëkat tek Allahu. Siç ka thonë Zoti i Madhërisht në Kur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. O Allah, mos na ngarko kur ne harrojmë ose gabojmë. Pra, kjo një prej argumenteve se njeriu me ignorancë arsyetohet. Arsyetohet edhe në çështjet besimore, kur njeriu bën gabim me padijen e tij. Pra nuk mundem me gjyku në asaj, ai është mëkatar, ai ka rënë kufër, ai ka rënë u bë bidatxhi ose u bë kafir. Veprimi i tij po është i dënueshëm si veprim. Cilësohet kufër, bidat, mëkat, jo vepër e pranuar, por se mëkatar ato nuk e quajnë, as pa besimtar nuk e quajnë, as bidatxhi nuk e quajnë. Përderisa nuk i ngritet argumentit, të sqarohen argumentet dhe që ai ta ketë kuptuar sqarimin. Se disa thonë, mjafton që shtu të Allahu dhe pejgamberi, a ka kuptu, a se ka kuptu, s'është më rëndësi. Jo ma është më rëndësi, se ai duhet me kuptu. Çka e ka i folë? Duhet me kuptu. Ky hadith argumenton edhe mbi madhështinë e namazit. Ka plot adhurime që njeriu e adhuron Allahun, edhe pe adhurimeve që edhe jenë veçu, që pejgamberi sa ka thonë, si ka tregu hadithin kutsi, që Allah e ka specifiku agjërimin prej ibadeteve tjera që ka thonë, ky është i imi, unë e shpërblej për ta. Ama agjërim bën me agjëru pa abdest, ku që pa abdest. E namazi është specifiku këtu që duhet gjithçysh me abdest. Kjo është një prej madhështisë që jepet në këtë aspekt të namazit, shtyllës prej shtyllave të islamit. Mesele tjetër çështje tjetër që mund të ndodhë secilit prej neve, e që e kanë diskutuar ulemaja e fikut, dietarët e shkencës së fikut, është kur nuk gjendet uji e as dheu si të veprohet. Pra, kur nuk mund merra as abdest, as mund është me marrë tejmum, a më fal, a mos më fal. Mendimi i parë është, thonë, nuk falet. Edhe pret, derisa ta gjen ujin ose dheun, pastaj falet.
Mendimi i dytë, falet dhe nëse gjen ujë ose dhe nuk e përsërit namazin. Falet dhe më thënë pa abdes, se s'ka ujë, as pa tejmum, se s'ka dhe për me marrë tejmum, dhe nëse ndodh e gjen ujën, s'ka nevojë me marrë abdes me fal namazin që ka fal në atë gjendje të imponueshme, të domosdoshme. I këtij mendimi është Ibn Hazmi, rahmetullahi alayhi. Mendimi i tretë është nuk falet e as nuk e bën kaza. Në shku do më thonë me këtë hadith se s'ka namaz pa abdes. As tejmum nuk o thaj mundësohet me marë, që është tejmumi zamen si abdesit dhe i guslit, ku nuk ka ujë. Pra edhe ky nuk e fal hiç, as kur ka kalu koha ati namaz, ka namaz gjithë dhe tani e ka gjetë ujën ose dhëll, s'ka me përsërit atë namaz. Ti mendimi është Imam Abu Hanifja, Imam Sufjan al-Thauri dhe Imam Evzaiu. Allah në shroft. Mendimi i katërt dhe i fundit është e fal dhe e bën kaza. Pra e fal çat namaz, shamull në drejk s'ka pas ujë as dhe me marrë tejmum, e ka fal, mas një kohë vjen e nxanë dhe i kindia, e gjenë ujën, e bën kaza dhe drejk. Edhe pse e ka fal. Ti mendimi i Imam Shafiu, rahmetullahi alayhi. Mendimi i saktë, sipas argumenteve që i kemi shqyrtuar, është mendimi se falet dhe nëse gjen ujin ose dhëun nuk e përsërit namazin. Pra në atë gjendje është ka të imponohet. Pra nuk o ka e bën, përveç se asaj çfarë është imponuar dhe është imponuar që të falë namaz pa abdes dhe pa tejmum, nga se nuk ka pas uja as dhe për mi kry ato dy se ritualet të pastërtisë. Argumentet i kanë sjell këta dietarë që e kanë këtë mendim, fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahut sa të keni mundësi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e kërkon robën për te mundësive. Mundësia e tij ka qenë që vetëm me bë çat namaz. Pra dhe e fal. Ku nuk ka ujë, pa abdes, edhe ku nuk ka dhe, pa dhe. Nëse ka dhe, kuptohet me të imamë dhe ka në rregull, të shka, po çështja është ku nuk ka ujë as dhe. Çka me bë? Pra, e fal namazin dhe nuk ka nevojë me e përsërit. Nga se ka ndodhur kur disa sahabi kanë qenë duke kërkuar një xhedan të Aishës, radhiyallahu ta'ala anha, edhe nuk kanë gjetë ujë për me u falë, në atë kohë nuk ka qenë tejmumi, ka zbrit mësane tejmumi, sahabit jenë falë pa abdes. Edhe i kanë kërku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë merrni abdes e përsëritni. E kjo tregon se kur mungon edhe dheu, duhet mu falë. S'ki ujë as dhe, falësh. Se Allah va thonë, friksoni Allahut sa të keni mundësi. Aq është mundësia besimtarëve. Po namazi nuk bën me lë. Kjo është rast i veçantë, edhe që po të imponohet, jo që ti po e bën nga dëshira. Ka person të vëzër, lu Zotën më dërishëm, na bëj ka atyre që ndjekim rrugën e sahabeve, të mshajt të vleku i tanë, të mshajt smutit tanë, vë akhër, dhe alhamdulillahi rabbil alamin.